E përse një humje Karshi Sopotit, po të thotë? Një humje Karshi Sopotit nuk e prisnim, ne i kishim marrë masat dhe ta kalonim me sukses këtë ndeshje, e cila që nuk ndodhi, për arsye sepse skuadri nuk u fut me dëshirën e dur, nuk zbatuan mirë detyrat tekniko-taktike. Disa lojtarë nuk kishin dëshirë, ndoshta ndikon edhe ke 7-8 lojtarë që në mos përqendrimin e ndeshjes dhe mos t'jenë të freskët, ndikon dhe muji Ramazani që janë me agjerime. Ka shumë faktorë, megjithatë, kjo ishte ndeshje radhës, ne jemi mrena objektive dhe punojmë fort për të arritur qëllimin kryesor, që është finale, është ngjitja në kategoриnë e parë. Pjesa e dytë ishte më e dobët se pjesa e parë, a pjesa e parë më mirë se pjesa e dytë? Të dyja pjesët për mua, për ekipin ton, nuk ishte lojë e rrjedhshme ashtu si çdo ndeshje tjetër. Kishte shumë oscilacione, nuk kishte lidhje reparti me repartin, çka duam shumë në organizimin e lojës, sepse edhe dy lojtarë kryesorë që kemi ne për organizimin e lojës ishin të varë, nuk ishin të mundur sot që të shërbinin skuadrës. Sukses në takimin tjetër. Faleminderit.